Me rastin e festave të nëntorit, ditës së alfabetit dhe 28 nëntorit, ditës së flamurit, Lidhja Demokratike në Maltëzi në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi dhe Bibliotekën e Ulqinit organizuan për urimin e librit Unë Bia e Kombit të autores Amina Nuraj në Ulqin dhe Kraj, një veprimtari që grumbulloi bashkë dashamirët e kulturës, identitetit dhe historisë kombëtare shqiptare nga Ulqini, Ostrosi dhe Tivari. Sallat ishin të mbushura me njerëz që vinin për të nderuar me praninë e tyre këtë iniciativë të rëndësishme. Amina Nuraj është kryetare e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Sanxhak dhe Ardita Rama, njeri udhëheqëse e Bibliotekës së Ulqinit, e gjithashtu dhe moderatore mbrëmjes, tha se përkushtimi i saj pa kompromis për identitetin shqiptar prej vitesh është një zë i fuqishëm që përfaqëson shqiptarët e Sanxhakut. Sonte kemi nderin të promovojmë librin Unë Bia e Dheut, një vepër që sjell zërin, përvojën dhe shpirtin e një autore të jashtëzakonshme. Zonja Amina Nuraj nuk është vetëm krijuese që shkruan me zemër e përkushtim, ajo shërben me dinjitet si kryetare e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Sanxhak, duke qenë një zë i fuqishëm i komunitetit shqiptar atje. Prandaj kjo mbrëmje është shumë e veçantë dhe pak më ndryshe se mbrëmjet e zakonshme letrare. Është gëshetjeli fjalës së bukur së shkruar shqipe dhe luftës për identitet në një moment kohor e hapësinor të vështirë e plot sakrifica për kombin shqiptar. Sonte, përmes fjalëve të autores, do të kujtojmë sa e rëndësishme është të ruajmë gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë kudo që jemi. Dhe sa fuqi ka letërsia për të na bashkuar, për të na frymëzuar dhe për të na rikthyer te vetja. Libri përbën më shumë se një thesar personal, është një rrëfim i përbashkët, një dëshmi për përpjekjet dhe vuajtjet, por edhe për krenarinë dhe qëndresën shqiptare në rajonin e Sanxhakut, një mision për të mos harruar rënjët, për të ruajtur gjuhën, traditat dhe identitetin për brezat e sotëm edhe të nesërm. Amina Nuraj për prezantimin e librit e thotë: Nuk është e lehtë me nis gjithë këtë rrugtimin, si një fëmijë 15 vjeçare atëherë, po unë edhe në librin e parë që kam shkruar të 2017-ës, kam japur titullin Gjaku nuk bëhet ujë, dhe për një me gjaku shqiptarve, gjaku jo nuk bëhet ujë kur. Fillimi e rinisë tem, si çdo fëmijë në Sanxhak, të asimiluar dhe slovenizuar, unë nuk kam ditur që jam shqiptar, nuk kam ditur as që familja jeme e kam të ardhje shqiptarve, sepse si çdo familje nga ana e frikës, nga ana e shtetit ku jetojnë, e kanë shef qatë pjesën e historisë tonë. Po Zoti e shkrujt të gjithve një pjesë ku mund me jetu si me faqe barë. Edhe mu më ka shkrujtur që me 11 vjeçare kur kam qenë, herën i pari kam vizituar Republikën e Kosovës, qytetin e Mitrovicës, kur e kam parë që ata njerëz që janë në Kosovë nuk janë njerëz të malit, që është në prezenton shteti i Serbisë në për televizione, po janë njerëz që janë si gjaku janë. Herën e dyti, kur kena shkuar apet në Mitrovicë, e kam pa që ata njerëz janë për një me dhe vërtet gjaku janë. Edhe atëherë kam nisur me interesu për kombin shqiptar edhe kam nisur rrugëtimin tem, siç e kam shkruar edhe në libër, unë nuk kam pas përkrahje nga askujt, as nga ana e familjes, as nga ana e shoqënisë, përveç që e kam pasur përkrahjen është daja jam, Rahmeti Shpirti pas cilin ka ndru jetën 2016-ës. Ai ka qenë një krahu i djathi jemi, që unë kam mbështet deri fundën e jetës. Kur e kam nis gjithë këtë rrugtimin, si shoqënia, si familja, unë kam ignoru, s'kam dashur me dëgju fjalët e mi. Kam menduar që unë jam hala fëmije dhe që është aja koha e fëminis, që veç kam e kalu aja koha, po nuk kam ditur që gjaku jem është ai që kam e nëqit deri këtë pikën, me hapë Këshillin Kombëtar Shqiptar pas 100 e diçka vite,
edhe që kam e qenë një të hequr e kombit shqiptar në Sanxhak. Kur kam pas 16 vite, e kam shkruar një tekst në rrjetet sociale për herojin ton kombëtar Adem Jasharin, që ka qenë një tekst që Adem Jashari është heroj jem, që unë nuk kam heroj të as Ratko Mladiqin as Karaxhiqin, po heroj jem është Adem Jashari. Ka ndodhur që pas në nashta 3-4 dite, kur kam shku në shkollë, ka ardhur deri te arrestimet. Fëmijë 16 vjeçar atëherë, policia serbe nuk ka pasur kurfar shpirt për mu, se në atë kohë kam qenë fëmijë të vogël, më kanë arrestuar. Nuk kam pritur as inspektoriatin, me thirrje inspektoriatin e Novi Pazarit, po kam pritur inspektoriatin nga Kraleva edhe Kragujevci. Fëmijë 16 vjeçar. Unë kam shel një qeli kur e kam pritur gati 3 orë për me ardhur ata. Kur kanë ardhur ata 2 njerëz deri moshën 14 vjeçar, ai njëri bëj këti e fëmijë. Ai tjetri ka qenë pak, kam qenë me përdor edhe unë qatë fjalë për fatin e keq, i qëtë një kuzuar që e s'ka pas shpirt për mu, e unë kam drejtu kusht pagun ty me fol për një terrorist si që është Adem Jashari. Unë a i tjetri, dorën zemrë dohet njeri me fol drejt, a i tjetri ka tha, po kush mundet me pagu këta, po kjo pala fjalë për veti është. Kush mundet me pagu një fëmijë 16 vjeçar. Atëherë unë kam majt që e kam pritur 2 orë, unë kam majt në fjallik, kam fol me ta gati 20 minuta, unë kam lëshu, po unë kam lëshu me një kërkesën e tynve, mos me shkurt kur qomo, as për kombin shqiptar, as për herojt ton kombëtar Adem Jasharin. Une si une nuk e kam dëgjuar kërkan, as e kam dëgjuar shtetin, as e kam dëgjuar vatin e keq, familjen tem, as babën tem, as nanën tem, unë e kam punuar që shka dash zemra jam. Kam punuar. Faleminderit shumë. Unë e kam punuar se e kam ditë që një ditë Zoti ka më mqel rrugën edhe mu boq kjo që jam. Kur e kam për fatin e keq 2017, fillimin 2018 se kam ra një djalë shqiptar atje në Tutin, komunës e Tutinit, vetë se ka qenë afer meje. Edhe ka folur e njëjtë sënët si kurune, pa i ka qenë me kushtet keq, ka pas do kontrabanda, po kontrabanda me sheqen, 1 kilogram sheqen nuk vritet njëri. Ata e kam bra. Edhe unë si 19 vjeçari atëherë e kam organizuar proteste kundër policisë serbe, kundër regjimin e tynve, se ata veç ndrohen, për regjimin Miloševićit kam vetë regjimi Miloševićit që nuk ndrohet kur. Pas protestës kur ka larë 10.000 veta, një 19 vjeçari atëherë e ka qitë poshtë kombëve një shtet. Pas një jave, gjykata në Novi Pazar, më kanë dërgu me post thirrje me ardhë, sepse policia e serbëve më kanë qitë në gjykatë, edhe kanë dashur atëherë me më burgos. Po, për fatin e mirë, edhe ata nashta e kanë njerëz të vetë, po dhe unë e kam njerëz të mi që kam mbaru qatë problemin, edhe s'ka ardhë deri te burgosja jem, si një femër në atëherë 19 vjeçare. Kam ndodhur edhe shumë probleme në familjen tem, që për shembull babën unë kam përjeshtu pi pune, veç sa është baba jem. Vllaun para 7 muajve unë kam përjeshtu pi pune. Disa fjalë për Amina Nuraj, por edhe mbi librin, i tha edhe shkrimtari e poeti Ali Gjergjbritaj. Forca e mizërit që vjen nga një hapësirë kur ruajtja e identitetit shqiptar është sfidë e përgjithshme. Amina paraqet personalitetin që kërshëton artin e të shkruarit me atë të dashurisë. Një aktiviste
dhe autore që jetë jo vetëm letërsisë shqiptare, dimensionin e qendresës dhe të dëshmisë, por edhe jetës shoqërore në treve të vjen. Dëshminë e pamohueshme të origjinës, e cila ju mohua pa të drejtë, e formuar në realitetin e pazarit të rinj, Novi Pazar, në Sanxhak, kur çdo gjë që ishte shqiptare po thuaj u menjanuan nga jeta atje, ajo sjell këtu në Orqin shpirtin e shqiptarëve të vendit të saj, përmes librit, duke e rikujtuar publikun se kupej mund të në ndajnë fizikisht, të në ndajnë territorialisht, por jo zemrat dhe shpirtin e një kombë, e një gjaku. Amina Nuret është aktiviste e dalluar shqiptare nga Novi Pazar. Amine e njohim për angazhimin e saj në mbrojtjen dhe ruajtjen e identitetit gjuhës dhe kulturës shqiptare në një rajon siç është Sanxhaku, ku shqiptarët janë marginalizuar, pse jo të asimiluar pothuaj në tërësi. Nga ky ambient lindi një yll që shëndrit, doli një zë fuqishëm i vetdijes kombëtare, një personalitet që jep guxim brezit të rinj në Sanxhak, që të mos i humbas rënjë. Jemi me fat që Amina dhe vepra saj janë protagoniste të saj. Organizimi në Ulqin dhe Kraj në prag të festave kombëtare pati një domethënie të veçantë. Përmes këtij veprimi duhet të vendosej urë mes komuniteteve, shqiptarëve të Malit të Zi dhe Sanxhakut. Fal përkushtimit të lidhjes demokratike, Këshillit Kombëtar dhe Bibliotekës së Ulqinit, u krijoa mundësia që shumë banorë nga Ulqini, Ostrosi, por edhe nga Tivari të bashkohen me këtë event. Gjithashtu, u shfaqen edhe pjesë të dokumentarëve të realizuara nga mediat shqiptare. Do katundën për artista, do biologo, do liqi, këtë të përgjë. E tate të në haru përë. E liqi mësusi, me na mësuat një, në pas kush me liqi, për ta kush një parë. Ku ke qenë vogë? Pro, qa gjuhë ka pas thonjë? Shqip bëty, po na jem shqiptarë vërëbir. Na jem kënë shqiptarë. Dhe pëse unë përstërgua koha tjetra, ata tjetra. Në interneti, sepse në qytetin cilin ne kam vinu ka as shkolla, as hiq për mësoj gjuhën e nanës. Shumica jo shqiptarë njoj e një shkollës për gëzor, asë njëri zonë më deklaru. Pse unë e zlim, po tutën për regjimës me jasë, po tutën mus vetit, mus kollëzon, po punur me polisi, po punur me sëdi, me kush me punur. Une e kom zemën shqipë, une s'po tutën kurkur. Pse me tutën? Duhet me zërën me këzun kush jem e qka jem. Mos me haru kush jenë. Shkolla kam qenë këtu, shkolla ime në që ka që se për para, kona, këtu shkolla unë hapë, shkolla në gjuhën shqipe. Djegu në për Shqipi. Se e Djegu për Shqipi? Për Shqipi që zhabra s'ma të. Faleminderit për ju që një, edhe mos në harroni se të jo, wallahi, i djegun jem në për Shqipni, për t'i hapë. Po kem blodori. Kur dhe ti tua me mblua me këtë fjallë? Shqiptarski, ton kjetë shqiptarski, edhe tash kur do kur gjallë shqiptarski kjetë. Edhe tash, kam roshti. Se dua gjuhën e shqiptarëve, po më vjen barë, se nuk mbi me folë mirë shqipë. Unë shqiptar, edhe familja ime është familja shqiptare, ma vetë pas të duar. Kom në zemrën, që e shqiptarë, kom zemrën ta shqiptarë për
të kushtojnë për ata. Ama, kur nuk kem kontakt, ata, si thë, të hupet. Mund shumë shqiptare. E mama ju këtë rrugë të mirë, shumë shqiptare janë. Tu e di unë cilë kanë edhe ma. Besa unë jam shqiptar, por s'kam dove unë nuk o fjali, po të mlirë nga zinxhir, unë i këpusi, jam i lirë, rokë të mbaher nuk dëroj, e marë pushkat dhe luftoj. Organizatorët shprehen falëndërime të sinqerta për autorën që pranoi ftesën dhe me praninë e saj e bëri aktivitetin më domethënës për publikun e shumë që më pjesëmarrje përshëndeti këtë iniciativë dhe për të gjithë ata që ndjen pjesë këtij identiteti kombëtar, përpjekjeje dhe krenarie.